duke dashur, me dashuri. Tani, kush është një pikturë që na ndihmon të kemi balancë, si të jemi të vërtetë, po gjithashtu si të jemi të dashur. Edhe e vërteta është kjo, është kryqi. Kryqi mbi të cilën Jezusi u kryqëzua, është piktura më e mirë që na ndihmon për të patur balancën me të vërtetën edhe dashurinë. Tani pse? Në kryq, çfarë na thot Perëndia? Në kryq, Perëndia na thot që ti je mëkatar, je i ndarë nga prezenca ime, nuk u ka rëndësi se çfarë bën, nuk je i aftë të falësh ose të ofrosh diçka që mëkatet të falen. Tani nëse kryqi do ishte vetëm këtë, nuk ishte lajm i mirë, se e dimu, po s'ka shpresë. Tani dashuria është kjo. Dashuria, për shkak se Perëndia është i dashur, edhe i mëshirshëm, ai u bë një si ne, erdhi pagoi mëkatin tonë, vdiq edhe u ringjall. Kështu që e shikojmë balancën, do balanca është e vërteta me dashuri. E vërteta është që jemi mëkatarë, jemi të ndarë, por Perëndia na do edhe nuk na latje. Tani, nëpërmjet besimit, kemi mundësi të bashkohemi me Perëndinë, por edhe të ecim me Perëndinë. Kështu që kjo është ajo balanca që e shohim. Tani, ndërsa vazhdojmë me këtë, tani Gjoni në fakt po thot disa të vërteta për besimtarët e krishterë. Për shkak se thot kështu, do mi përmbledh në dy shtylla të mëdha. Thot e vërteta edhe dashuria. Edhe e vërteta ka të bëjë me të besuarin e kush është i vërtetë, Jezusi, edhe me të ecurit sipas urdhërimit të tij. Tani, kur e shohim këtë, kur do ta shohim, do t'i lexojmë këto vargje ndërsa shkojmë, po kemi mundësi të shohim këtë, që Pali i inkurajon besimtarët që të ecën në të vërtetë. Jo vetëm ta dinë të vërtetën, po ka një ndryshim të madh për ecën në të vërtetë. Njohuria pa praktike është njohuri e padobishme. Edhe Pali i inkurajon besimtarët, po na inkurajon edhe ne, që të vazhdojmë të ecëm me